lutja ime do të ishte që të ketë procedim sa më të shpejt që është e mundur. Pra çdo herë duke respektuar edhe nevojën e deputetëve që të kenë shqyrtim, por që kjo të mos bëhet sikurse jemi në situatë të rregullt dhe ka kohë, si themi nuk jemi në presion të kohës. Po të ishte në tetor, ku janë mëse 2 muaj afat për të hyrë buxheti në fuqi, do të ishte në rregull. Mirë, po në këtë rast, siç e thash, as ne si qeveri, pra me të marrë detyrën nga kuvendit, e kemi procedu dhe nuk kemi bë fare asnjë ndryshim, përveç se në pjesën tekstuale sa i përket buxhetit të komunave, se ka dhe disa komuna që ende nuk e kanë dorëzuar, pra kemi parapat që momentin që ato dorëzojnë bëhen pjesë e tabelave buxhetore, si dhe këtë pjesën e ndarjes së dikastereve në mënyrë që mos mbesin pezull këto ministrit që krijohen apo ndahen. Çka është me rëndësi për ne është që s'ka deri në fund të muajit, këtij muaji pra kemi në fuqi ligjin e ri për buxhet. Pse them këtë? Sepse përkundër zgjatjes së muajit mars, që ju falenderoj për miratimin në seancën e mbrëmshme, disa prej shpenzimeve, siç e theksova, kanë të kaluar në të 12-ën e ndarjes. Pra është dashur pagesat e janarit pas pensionet bazike, është dashur të marrim alokim të parakoshëm nga shkurti. Dhe tash në shkurt do të marrim alokim parakoshëm nga marsi. Pra nuk është se janë të 3 muaj të plot, sepse ka pasur ndryshim ose tek pagat. Do të thonë ju vini në korrekt ka pasur një rritje prej 55 eurove të koeficientit pagave, gjë që nuk është reflektuar. Pra janari 2026-s nuk është i barabartë me janarin e 2025-s. Është për 55 euro më i larg për secilin punëtor. Prandaj është e nevojshme, ka qenë e nevojshme që të bëhet ky balancim dhe jo domosdoshmë janë 3 muaj zgjatje tek shpenzimet rrjedhëse, çfarë duhet të them. Prandaj për neve është tepër e rëndësishme që deri në fund të muajit, por nëse shkojmë mbrapa prej fundit të shkurtit, e dim që aty ka disa afate procedurale që presidenti ai ka diku 8 ditë nëse nuk gaboj për dekretim, para asaj janë 8 ditë që do të kuvendit pres nëse dikush ka ndonjë kontestim, dhe mbrapa është pastaj leximi i dytë, leximi i parë periudha ndërmjet, pra kjo do të thëjë apo libër, por do të ishte mirë rregulloria me sa dihet parashef një afat 72 orësh ndërmjet 2 leximeve, që mund të konsiderohet i pranueshëm dhe i përshkruar, mendoj që kjo si lutje nga ana ime, por prapë ka thënë komisionit që të na kujtojë. Na nuk kemi pas shumë kohë me analizuar dhe me shëntuar buxhetin sepse besoj se kemi marrë si material. Ndërkohë, në parim jemi për shkak se e dimë rëndësinë e buxhetit edhe vonesat që janë shkaktuar, megjithëse në seancën e djeshme e bëm zgjatjen edhe për muajin mars, që ishte poshtë dhe një mbështetje edhe nga grupi ynë parlamentar i PDK-s. Pyetjen që e kam për ministrin edhe natyrisht për komisionin, me qëllota jonë do të jetë për në parim, ne kërkojmë që procedura të jetë e rregullt, të ketë diskutim, të ketë debat, edhe të ketë mundësi që deputet me bë amandamente në mënyrë që sot do të shkojmë në kuvend, po mos kemi kështu nxitime me përfundu me procedurë të përshpejtuara, për shkak se besoj që edhe Hona e Marta nuk janë larg për me përfunduar si proces. Përndryshe nuk kishme pas kuptim nëse deputetët s'kanë pas mundësi hapësirë edhe me analizu edhe me diskutu, edhe me dhënë vërejtjet e veta, po natyrisht edhe me i bë amandamentet se në fund fundit na për këtë punë jemi këtu, do të me i përfaqësuar dhe interesat e qytetarëve të Republikës, edhe sigurisht se secili kemi çka me i dhënë dhe çka me i shtu i buxheti, edhe pse në fund natyrisht që vendos vota për secilin amandament edhe për secilin propozim tonë. Pra në parim jemi për dhe shpresojmë që mos kryhet me anaditës të shqyrtimi i buxhetit. E hedhim në votim në parim projekt ligjin për ndarjet buxhetore për vitin 2026. Ligji 10.001 ndarje buxhetore për buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2026. Kush është për? A ka vota kundër? A ka abstenim? Konstatoj që me 6 vota për, asnjë kundër dhe një abstenim kalon ky projekt buxhet, edhe i përcillet Parlamentit të Kosovës për lexim të parë. Komisioni miratoi në parim projekt ligjin mbi ndarjet buxhetore për buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2026 dhe kuvendit ja paraqet këtë rekomandim. Të miratohet në parim projekt ligji numër 10/001 mbi ndarjet buxhetore për buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2026.